Sektori për punë të brendshme Tetov ka dorëzuar kallëzim penal kundër një 23 vjeçari nga fshati Selzi Tetovës për shkak të ekzistimit të bazave të dyshimit për vepër penale të kryer, prodhim i pa autorizuar dhe lëshim në qarkullim i drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve. Më datë 20 dhjetor 2025, në oborin e Kalas në fshatin Selz, punonjësit e policisë nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë gjetur një çantë me marihuanë. Pas kryerjes së ekspertizës, është konstatuar se ajo i përket 23 vjeçarit. Më datë 4 maj 2026 në orën 9 në rrugën Gjoce Stojqevski në Tetov, ai është privuar nga liria dhe është nxjerr para gjyqtarit hetues, i cili ka caktuar masën e paraburgimit në kohë zgjatje prej 30 ditësh. Personi është dërguar në institucionin ndëshkues përmirësues Burgu i Shkupit për vuajtjen e masës. Dje në orën 12:50, punonjësit e policisë nga Departamenti për punë të brendshme Gostivar kanë ndaluar një 48 vjeçar nga Gostivari. Ai kërkohej me urdhër gjykate për vuajtjen e dënimit me burg për vepër penale të dënueshme sipas nenit 144 të kodit penal. Personi është dërguar në institucionin ndëshkues përmirësues Burgu i Tetovës për vuajtjen e dënimit. Dje në orën 7:05 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një grua 30 vjeçare nga Tetova ka denoncuar se rreth orës 6:50 në Tetov, ish partneri i saj nga Shkupi e ka ndjekur dhe shqetësuar. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në orën 18:30 në bulevardin Iliria në Tetov, punonjësit e policisë nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 21 vjeçar nga fshati Shipkovice Tetovës. Gjatë një kontrolli në trafik, punonjësit e policisë kanë ndaluar një 4 me targa të Shkupit, të cilën ai e drejtonte, dhe pas marrjes së masave është konstatuar se ai e drejtonte pa pasur patent shoferi. Dje në orën 15:30 në rrugën Vëllezri Gjinoski në Gostivar, punonjësit e policisë kanë privuar nga liria një 31 vjeçar nga Gostivari, duke vepruar sipas një denoncimi paraprak nga bashkëshortja e tij se në shtëpinë familjare ka sulmuar fizikisht, me që rast ka drejtuar edhe kërcënime ndaj jetës së saj dhe të afërmëve të saj. Dje në ora 8:50 në Departamentin për punë të brendshme Gostivar, nga qendra mjekësore Gostivar, është denoncuar se tek ata me lëndime të rënda trupore është pranuar një 19 vjeçare nga Gostivari. Sipas denoncimit, derisa po lëvizte në rrugën 101, ajo është sulmuar nga qend Endacak dhe gjatë përpjekjes për të ikur ka rënë dhe ka pësuar lëndime. Dje në orën 16:30 në Departamentin për punë të brendshme Gostivar është denoncuar se në lagjen Fazaneria një i mitur nga Gostivari, duke drejtuar një trotinet elektrik, ka humbur kontrollin dhe është rrëzuar në rrugë. Në aksident, i mituri ka pësuar lëndime të rënda trupore, të konstatuara në qendrën mjekësore Gostivar. Dje në orën 21:10 në lagjen Banjeshnica në Gostivar, punonjësit e policisë kanë arrestuar një 35 vjeçar nga Gostivari, duke vepruar sipas një ankese paraprake se është sjellë në mënyrë agresive ndaj nënës së tij. Punonjësit e policisë kanë dalë në vendngjarje, me që rast ai ka filluar të sillet në mënyrë agresive ndaj tyre dhe t'i fyej.